Mu kampi këtu shumë ka pëlqejt, do të thotë ishte një eksperiencë shumë e veçantë, pasi ishim disa etnicitete të shqiptar, maqedonët dhe romët. Që kam pëlqejti më shumë ti këtu ishte se krejt shumë u shoqënuan bashk dhe shumë stereotipe bashk I kemi thyer dhe përveç asaj kishte shumë aktivitete interesante që ishin interaktive. Unë që ka mësova më shumë ti për komunikimin ndërkulturor ishte se ne kemi shumë stereotipe para se të vim këtu për çdo njërin kulturë, por kur ardhëm këtu e kuptuam se shumë sendes janë të vërteta dhe shumë stereotipe I kemi thyer dhe kuptova se si mund ne këtë shoqat ta bëjmë më të mirë është që me krejt bashk të bashkëpunojmë, me krejt të njoftojmë me krejt etnicitetet dhe përveç asaj në këtë kamp mësuam shumë për komunikimin verbal, komunikimin jo verbal dhe si mund të flasim me çdo etnicitet varet nga barierat gjuhësore.